Po një ditë po udhtojnë me tren Hoxha edhe Prifti. Edhe duke udhtojnë begi shumë 5-6 orë me tren për me shkue në Zagreb. Edhe kështu që udhtu dikur Prifti umëtue e nëzor bukën, e kish pas do buk me mish me veti, edhe për thot Hoxhës, më falë, thot, a mos ki brisk me veti, apo thik që i thëjmë na brisk thik, për me prej mishin. Edhe Hoxha e nëzor briskin jalla. Prifti po ha buk, pe pret mishin, forc, po ha, vërd. Dikura, kur ungi Prifti, po ja briskin Hoxhës, Hoxha e msheli briskin, po e shtin gjep. Mirë po Prifti po do më talë me Hoxhën, tha e mër Hoxh, tha, që tajti me atë brisk, ma s'mun me hangër. Hoxha pe pyet pse, tha po, ky mish tha o kon mish i derit, tha që e kum prej me atë thikon. Edhe Hoxha e nisi, po që tha po, nuk ka derë, tha se one këtë brisk, tha se përdori. Prifti pe thot pse, thot po, që ku e kanë tjetrin për me hangër, a këta e kam vetëm që ka i baj gjinën synet, thminjen kur t'lindin, i baj synet. Edhe Prifti i hapi syt, e qiti kryet në dretare, Janisi po vjell. Do me thonë që lujti Hoxha me Priftin, e jo Prifti me Hoxhën, se deshti Hoxha Prifti mu talë, deshti Prifti mu talë me Hoxhën, a mu Hoxha i tha që unë në këtë brisk e kam vetëm kur baj synet, e nuk e kam për me ngram.